Ju përshëndes të gjithë dhe jemi takuar si çdo ditë në Money Report. Unë jam Genta Dobra, do t'jemi së bashku në vijim për të njohur edhe me lajmet kryesore, fillimisht për te ekonomisë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes sulmon gazetarin që kishte hyrë në një grup komunikimi në aplikacionin Sinjal, ku zyrtarë të lartë Amerikan diskutonin plane për sulme ndaj rebelëve Houthi. Pete Hegseth u tha gazetarëve se askush nuk po bisedonte për sulme në Yemen. Sipas gazetarit që ka lexuar mesazhet, zëvendës presidenti J.D. Vance foli kundër planeve të Trump, por ra dakord mos t'i shprehte shqetësimet publikisht. Trump thotë se nuk di asgjë për rrjedhjen e informacioneve të klasifikuara. Një nga bashkëregjisorët e një dokumentari që fitoi Oscar këtë vit dhe që kishte në qendër qendresën e palestinezëve përballë izraelitëve në bregun perëndimor, u arrestua në banesën e tij. Dëshmitar thanë se Hamdan Ballal u sulmua nga kolon të maskuar. Izraeli nuk komenton lajmin. Tel Aviv, zyrtar pa përmendur emra, tha se kishte arrestuar 3 shtetas palestinez. Beogradi kërkon krijimin e sa më parë të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si kushte për vijimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën. Presidenti Vučić thotë se në takimin me të dërguarin e Bashkimit Evropian Sorensen, theksoi se Kosova po pengon dialogun dypalësh. Vučić akuzoi autoritetet e Prishtinës për veprime të dhunshme në dëm të serbëve të Kosovës. Do të shkojmë tani live me kryeministrin Edi Rama në një takim që po zhvillohet për rëndësinë edhe mbështetjen që do t'jap shteti për zhvillimin e startupeve dhe bizneseve të reja. Zhvilluar që bizneset shqiptare, startupet shqiptare që jenë me sy dhe besueshmëri shumë të lartë. Ekipi jon teknik është i gjithë kanadez dhe ekipi i mbështetjes biznesit tani ne kemi edhe amerikan, edhe gjerman, cilët kontribojnë edhe nga Google për realizimin e këtyre gjërave. Tashi për të pasur fatin e Estonisë, to na duhet seriozisht që të zhbllokojmë edhe tregjet e kapitalit. Pra, ju aktualisht e keni bërë këtë gjë, është Startup Albania që jep të fonde fillestare që edhe në nivelin e ides ta bëjnë të mundur, por ato nuk mjaftojnë nëse duam të shkojmë në një treg ndërkombëtar. Kështu që nëse ky debat që ju thatë me Këshillin Ekonomik me disa përfaqësues do merret në konsiderat, pikërisht për të zhbllokuar këto potenciale ekonomike, unë besoj që mund të ecim shumë përpara. Faleminderit. Jam 100% dakord me çdo gjë që the. Me çdo gjë që the. Me një shtesë vogël që shqiptarët janë të jashtëzakonshëm kur janë vetëm. Kur bëhen me njëri tjetrin, pastaj krijojnë probleme. Por dhe një nga arsyet pse juve të gjithë dhe bota e startupeve në Shqipëri mund të jetë një shpërthim dhe një sukses i jashtëzakonshëm është pikërisht kjo, që ju jeni shqiptar, po llojin e punës e keni si ujë të vetmuar nëpër pyll. Kështu që kjo është garanci absolute për sukses. Se pastaj kur bëhemi bashkë ne, na shqetëson shumë suksesi tjetrit, edhe më shumë investohemi si të mos lëm tjetrin të ketë sukses, sesa si të bëjmë sukses gjithë bashkë. Po është një proces që do na e studioj miku atje që siç na dha fjalën, edhe do shohim të mësojmë nga çfarë do na japi inteligjenca artificiale. Ta fillojmë nga e majta, domethënë e djatha ime këtej dhe e majta e Sallës me ekranin e parë atje. Ose po ti s'pas ka ekran, ti pas ka ardhur me makinë me vete, kështu që. Prova, në rregull. Përshëndetje, unë jam Marlin Nano,
dhe sot përfaqësoj startupin tonë Uno Robotics. Unë jam një nga 4 bashkëthemeluesit. Unë së bashku me Frajdi Zyllën, Daniel Bundon dhe Elar Qefalian, kemi sjellë këtu para jush sot me kënaqësi për të prezantuar projektin tonë MTB, i cili është financuar nga Startup Albania, të cilin gjerasin dhe falenderoj. MTB, ose gjatë makinat të rejse bujqësore, është një prototip i cili do të shërbej për kryerjen e disa proceseve bujqësore, si dhe të rejqen e mallarve ose makinave të ndryshme, njësoj si një traktor, ose me pak fjalë mund ta përshkruaj si një traktor inteligjent. E veçanta e këtij është që ne kemi arritur deri tani ta realizojmë në një sistem hibrid, pra jo 100% elektrik për disa probleme që ka teknologjitë e sotme, por në një sistem hibrid, pra kryerja e proceseve bujqësore, si për shembull frezimi e tjerë, kryet nga një motor me djegje, ndërsa lëvizja do të realizohet me motora elektrik. Gjithashtu ne po punojmë që të shtojmë dhe autonomi dhe pjesë të ndryshme matjes me sensor, në mënyrë që ky të jetë jo vetëm një zëvendësim i një traktori, kokë më kokë po e quaj, por të jetë një traktor më i mirë, me më shumë përdorime të ndryshme, dhe që fermerit t'i kursej kohë, t'i kursej kosto karburanti, gjithashtu dhe të ndihmoj duke qenë se kjo është e telekomanduar. Momentalisht kemi arritur telekomandimin, por po punojmë dhe për pjesën e autonomisë. Çfarë duhet për ta zhvilluar më tej tani këtë, për ta kthyer në një traktor real që shkon në fush? Atëherë, momentalisht, ne jemi në proces pune e sipër. Falë dhe grantit, ne kemi marrë një shtysë shumë të madhe financiare dhe po presim dhe disa pjesë të cilat janë rrugës, duke ardhur motora elektrik, pjesë kompjuterike për pjesën e inteligjencës dhe kamerave. Dhe do të thoya që faktikisht ne i kemi kushtet, thjesht duhet që të bëjmë punën dhe normalisht do na haj pak kohë, kështu që koha do ishte gjëja më e shtrenjtë për ne. Kohën mund ta gjeni vetë, nuk e nevojë për qeverinë, kështu që në rregull jemi. Okej, kalojmë te tjetri. Vetëm jepi pak hapësirë ekranit që me këtë rast edhe ata që na ndjekin të shohin. Atëherë, unë quhem Fulvio Papadopulli, jam arkitekt bashkë me kolegun bashkëthemelues të Kinemorph, Denis Hadon. Unë faktikisht vi edhe nga përfaqësoj edhe pjesën e pedagogjisë. Ne jemi një startup i ri i cili merremi me pjesën e fasadave kinetike. Duke marrë shkas faktikisht nga periudha e Covidit që ndodhi pandemia, të gjithë arkitektët po mendonin si duhet të ndryshojmë hapësirat e brendshme, si duhet përshtatemi. Dhe ne fillon të mendonim si mund të përshtatet godina dhe me fasadën e jashtme duke bërë godinën komunikuese. Pastaj erdhëm çik më tok nga pjesa e ekspertizës, edhe filluam me gjëra pak më të thjeshta, me disa instalacione kinetike, të cilat faktikisht rrisin estetike e godinave, përveç kësaj mund të integrohen edhe me sistemet e tjera, siç është sistemet piezoelektrike, të cilat lidhen me startupin e radhës, të cilat mund edhe të rrisin eficiencën energjetike dhe të prodhojnë energji. Këto gjejnë aplikim në godina të ndryshme dhe faktikisht mund përdoren edhe për pjesën e retrofitit, për sa kohë ne aspirojmë të futemi në Bashkimin Evropian së shpejti. Dhe duke qenë dhe përfaqësues i kërkimit shkencor do doja. Ishte kryeministri Rama në një takim që u zhvillua për startupet shqiptare, një konkurs i hapur, një thirrje e çelur tashmë dhe shpallur edhe fituesi, diskutohet gjithësisht edhe për mbështetjen që jep në fakt edhe qeveria për zhvillimin e startupeve dhe bizneseve të reja. Ne ndërkohë shkojmë me zhvillimet të tjera nga ekonomia. Shqipëria ka marrë financimin e parë nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, një vlerë 6 miliard euro që shkon për të gjitha vendet Ballkanit Perëndimor, sipas dokumentit zyrtar. Parafinancimi arrin në vlerën e 64.5 milion euro, ku gjysma e fondeve do të shkojnë si mbështetje për zhvillimin e reformave, ndërkohë pjesa tjetër 34.5 milion euro janë investime në infrastrukturë, për të bërë edhe njëherë një përmbledhje në fakt të planit dhe se ku do të shkojnë këto para të parashikuara nga plani rritjes, janë më shumë se 922 milion euro që do të shkojnë si mbështetje për Shqipërinë, sa i takojnë periudhës 2025-2027,
Për reformën e drejtësisë janë parashikuar që të shkojnë 267.7 milion euro, ndërkohë për përmirësimin e klimës së biznesit shumë e nevojshme në një hap drejt anëtarësimit Bashkimin Evropian do të shkojnë 209 milion euro pra në këtë periudhë 3 vjeçare. Fuqizimi i kapitalit njerëzor po ashtu renditet si një nga fushat më prioritare dhe do të ketë një vëmendje të shtuar nga mbështetja e Brukselit për vendin tonë. 189.5 milion euro parashikohen me planin e rritjes, pra për të gjithë planin që do të shkojnë dhe financimet për Shqipërinë, energjia dhe tranzicioni i gjelbër po ashtu është një nga sektorët e tjerë me rëndësi, për të janë parashikuar 127.8 milion euro, po ashtu edhe për transformimin dhe ekonominë digjitale 127.8 milion euro parashikohen. Të gjitha këto fonde do t'jenë të shpërndara pra nga plani rritjes që do të shkojnë deri në 2027. Fakti që Bashkimi Evropian ka miratuar edhe fondet e para për Shqipërinë, po dhe për Maqedoninë e Veriut, do të thotë se Shqipëria ka bërë hapa para duke prezentuar, po themi, edhe projekte të drejt për drejta, duke qenë se edhe Brukseli është mjaft rigoros, pra duhet të paraqiten edhe projekte konkrete në mënyrë që të përfitohen dhe të justifikohen edhe fondet që jepen. Dhe sigurisht, injektimi i këtyre parave në ekonominë shqiptare pritet të jetë një shtys e madhe për ta nxitur dhe për të kthyer një motor të rëndësishëm, sa i takon projekteve infrastrukturore më të rëndësishme. Një pjesë e madhe e këtyre financimeve do të shkojnë kryesisht për projektet hekurudhore. Bashkimi Evropian dhe Europa në tërësi kanë dhënë financime të rëndësishme për Shqipërinë, sigurisht për zhvillimin e këtyre projekteve, që në fakt nuk janë vetëm për Shqipërinë, po janë projekte rajonale. Ndjekim materialin më të detajuar në vijim. Shqipëria do të përfitojë 64.5 milion euro nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor gjatë këtij viti. Fondit nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian për kryeministrin Edi Rama janë treguar se vendi po ecën me shpejtësi në rrugën e anëtarësimit. Bëhet fjalë për 64.5 milion euro që vijnë drejt për drejt nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë. 30 milion euro janë për buxhetin e shtetit si mbështetje për reformat e agjendës kombëtare të reformave dhe 34 kalojnë përmes WBIF-it, pra fondit të investimeve të Ballkanit Perëndimor për infrastrukturë. Shqipëria pritet që të përfitojë në total 922 milion euro nga plani i rritjes ekonomike. Në 2026, vendi jon pritet që të marrë shumën më të lartë në kredi dhe grante, e konkretisht 314 milion euro, ndërsa në 2027 251 milion euro. Pjesa më e madhe e fondeve do të shkojnë për reformën në drejtësi, përmirësimin e klimës së biznesit, energjia dhe tranzicioni i gjelbër si dhe zhvillimi i teknologjisë. Vendet e Ballkanit Perëndimor do të përfitojnë në total 6 miliardë euro nga kjo paketë. Shqipëria ka pritur më shumë se 1 milion vizitorë të huaj gjatë periudhës 2 mujore të këtij viti, nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instat është vërejtur një rritje me gati 11% dhe ndërkohë një rritje e ndjeshme e vizitorëve që vinë nga Europa në vendin tonë, ndërkohë shifrat përfundimtare të Bankës së Shqipërisë kanë konfirmuar se turizmi vitin e kaluar ka përfituar, ekonomia nga turizmi ka përfituar rreth 5 miliard euro. Sektori turistik ka nisur me tregues optimiste dhe gjatë këtij viti. Vetëm në periudhën janar-shkurt, Shqipërinë e kanë vizituar mbi 1 milion turistë huaj. Nëse bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rezulton se vizitorët e huaj janë 11% më shumë, ose 106.316 persona më tepër. Numri i turistëve që vinë nga Evropa ka amposuar një 2 fishim nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë, por nuk mbeten pas edhe vende si Afrika apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i hyrjes në territorin shqiptar i shtetësve të huaj në 97% të rasteve është për qëllime personale, ku dominojnë hyrjet për pushime dhe vizitë tek të afërmit. Në shkurt të vitit 2025, ky tregues ka shënuar një rritje me 7.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë nga të dhënat përfundimtare të Bankës së Shqipërisë konfirmohet se ekonomia shqiptare ka përfituar rreth 5 miliardë euro gjatë vitit 2024. Nëse bëjmë një krahasim me të ardhurat që ekonomia ka përfituar në vitin 2023, rezultojnë me një rritje prej 800 milion eurosh më shumë.
ndërkohë që pritshmëritë përgjatë këtij viti janë që ekonomia shqiptare të marrë edhe më shumë të ardhura dhe kjo konfirmohet nga shifrat e para të turistëve që kanë vizituar Shqipërinë. Mbetemi tek turizmi, Muzeu Hebraik i Vlorës po tërheq vizitorë të shumë të huaj ende pa përfunduar punimet. Një grup turistësh nga Izraeli mbërritën në Vlorë nga ku vlerësuan edhe kontributin e Shqipërisë për komunitetin hebre në një periudhë të vështirë të historisë. Ky grup turistësh kanë mbërritur nga Izraeli në Vlorë. Qyteti bregdetar duket se nuk zgjidhet për të vizituar për detin, por edhe për kulturën dhe historinë. Surprizë për ta ishte ngritja e një muzeu hebraik në qytetin e Vlorës, ndërsa vlerësuan dhe kontributin e Shqipërisë në atë periudhë të vështirë të historisë. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Na thanë që po ngrihet një muze hebraik fantastike. Erdhëm nga Saranda, vizituam Sarandën dhe tani përqendrojmë këtu. Jam nga Rusia, por që në moshën 28 vjeçare jetoj në Izrael. Nuk e dija që hebrejnë kanë jetuar këtu më parë. Nga historia e dija që Evropa ishte kundër hebrejnve. Vlora më duket si Izraeli janë thuajse një lloj, më pëlqen shumë. Unë e di që shqiptarët kanë ndihmuar hebrejnë, është diçka e pazakontë. Vi për herë të dytë në Shqipëri, më pëlqen shumë Vlora dhe Shqipëria. Për guidat të ndryshme turistike që shoqërojnë grupet e vizitorëve të huaj në Vlorë, thonë se Muzeu Hebraik shton numrin e turistëve nga Izraeli. Vitet e fundit bëj edhe guiden turistike. Kemi disa grupe që po vinë, sidomos të grupet nga Izraeli, tash i kanë rifilluar prap. Ato për herë të parë, në fakt, pjesa tjetër e grupit e morën vesh që këtu në Vlorë, po ndërtohet, le të themi, muzeu më i madh hebraik, me sa dim në Shqipëri, dhe Vlorës i shtohet, le të themi, muzeu i katërt, dhe kanë pritur me shumë interes. Vlora vion të jetë një nga destinacionet kryesore për të huajt, të cilët zgjedhin që ta vizitojnë në çdo periudhë të vitit. Donald Trump ka paralajmëruar tarifa 25% për çdo vend që blen naftë nga Venezuela. Vendi më i prekur në këtë rast me vendimin e ri të presidentit amerikan do të ishte Kina, që ka dhe importin më të madh të naftës nga vendi latinoamerikan, po ashtu do të preket edhe vetë SBA pasi ble naftë nga Venezuela. Menjëherë, pas këtij kërcënimi për vendosjen e tarifave, kanë reaguar edhe çmimet e naftës duke arritur në $73 për fuqi të martën. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të vendosë tarifa 25% për të gjitha vendet që importojnë naftë nga Venezuela, megjithëse Amerika është një nga vendet që blen naftë prej saj. Treqit e naftës reaguan menjëherë si përgjigje ndaj lëvizjes së fundit të Trump, që argumentoi vendimin duke thënë se Venezuela është treguar shumë armiqësore ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kontratat future të naftës Brent u rritën me 1.16% duke arritur në $73 për fuqi. Një lëvizje e tillë do të ndikojë tregtinë globale. Vlerësi më i madh i naftës venezueliane është Kina, e ndjekur nga Amerika, India, Spanja dhe Italia. Këto shtete, nëse do të vazhdojnë të importojnë naftë nga Venezuela, do duhet të paguajnë 25% tarifë shtesë nga 2 prilli, por kjo do të vlejë edhe për vendet që blejnë naftën përmes palëve të treta. Çmimet e naftës së papërpunuar janë rrimë këmbur së fundmi të nxitura nga përshkallëzimi i tensioneve gjeopolitike në lindjen e mesme. Javën e kaluar, çmimet u shtrenjtuan pas sulmeve të SBA-s në detin e Kuq, duke ngritur shqetësime mbi sanksionet të mundshme më të ashpra ndaj eksporteve të naftës iraniane. Sanksionet shtesë ndaj Iranit dhe Venezuelës mund të ndikojnë ndjeshëm në furnizimin global të naftës, pasi eksportet e të dyja vendeve janë rritur ndjeshëm, duke nisur nga viti 2022. Po ashtu politika nxitse që përndërmerr Kina dhe të dhënat pozitive ekonomike përmirësuan perspektiven e kërkesës për naftë në vend. Si importuesi më i madh i naftës në botë, Pekini ka propozuar masa që synojnë të nxisin konsumin e brendshëm, duke përfshirë rritje të pagave dhe mbështetje të shpenzimeve konsumatore. Kemi mbërritur në fund të mani reporte edhe për sot, të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni duke klikuar në faqen tonë zyrtare, bcnews.al, po ashtu mund të informonin korale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Ne bashkë ndajemi këtu, pas pak do t'jeni me kolegen Jeta Kasem.